Pse është e rëndësishme të votoni? Pse zëri juaj ka fuqi më 11 maj? Votimi është më shumë se një drejtësi, është një detyrë qytetare dhe një mundësi për të ndikuar direkt në të ardhmen e vendit tonë. Çdo 4 vjet, ne si qytetar kemi mundësinë të zgjedhim ata që do të na përfaqësojnë dhe do të marrin vendime kritike që ndikojnë në jetën tonë të përditshme. Më 11 maj, secili prej nesh ka fuqinë të ndryshojë drejtimin e Shqipërisë për të 4 vitet e ardhshme. Por pse është kaq e rëndësishme të votosh? Dhe pse duhet ta marrim me seriozitet këtë proces? Votimi, një fuqi që nuk duhet të neglizhohet. Votimi është mjeti më i fuqishëm që kemi si qytetar për të ndikuar në politikën dhe drejtimin e vendit tonë. Nëpërmjet votës, ne zgjedhim jo vetëm politikanët, por edhe politikën që ata do të zbatojnë. Kjo përfshin çdo aspekt të jetës sonë, nga shëndetësia dhe arsimi, tek ekonomia dhe siguria. Kur vendosim të mos votojmë, ne dorëzojmë fuqinë tonë në duart e të tjerëve dhe lejojmë që të marrin vendime në vendin tonë. Më 11 maj, secila vot ka peshë. Nuk ka vot të vogël apo të padëgjuar. Çdo zë është një mesazh për politikanët se çfarë presin qytetarët nga ata që do të zgjedhin. Nëse nuk votojmë, ne humbasim mundësinë për të ndikuar në vendimet që do të na ndikojnë direkt në të ardhmen. Pse duhet të bashkëqeverisni me ata që zgjedhni? Kur votoni, ju nuk jeni thjesht duke zgjedhur një emër në një listë. Ju jeni duke zgjedhur personat që do të jenë përgjegjës për të marrë vendime në emër tuaj për të 4 vitet e ardhshme. Këta njerëz do të vendosin për buxhetin e shtetit, për reformat në arsim dhe shëndetësi, për rritjen ekonomike dhe për marrëdhëniet ndërkombëtare. Ata do të jenë zëri juaj në parlament dhe në qeveri. Prandaj, është thelbësore që të zgjedhni me kujdes. Ju nuk po votoni vetëm për një person, po votoni për një vizion, për një plan që do të ndikojë në jetën tuaj dhe në jetën e familjes suaj. Nëse nuk jeni të kënaqur me gjendjen aktuale, votimi është mënyra për të ndryshuar këtë. Nëse besoni se ka nevojë për ndryshime, atëherë zëri juaj duhet të dëgjohet nëpërmjet votës. Ju zotroni ata, jo ata ju. Një nga parimet themelore të demokracisë është se pushteti vjen nga populli. Politikanët janë zgjedhur nga ne dhe janë në shërbim tonë. Ata nuk janë më të lartë se ne, ata janë përfaqësuesit tanë. Kjo do të thotë që ne kemi të drejtën t'i mbajmë ata përgjegjës për veprimet e tyre. Nëse nuk e kryejmë punën e tyre si duhet, ne kemi fuqinë të mos i zgjedhim përsëri. Por kjo fuqi nuk ekziston nëse ne nuk votojmë. Kur nuk marrim pjesë në procesin zgjedhor, ne lejojmë që të tjerët të marrin vendime për ne. Kjo nuk është vetëm një humbje e drejtës sonë, por edhe një humbje e mundësisë për të ndikuar në të ardhmen tonë. Pse zëri juaj është ndërgjegja e të zgjedhurve? Politikanët që zgjedhim kanë detyrën të na përfaqësojnë dhe të veprojnë në interesin tonë. Por kjo ndodh vetëm nëse ne I mbajmë ata përgjegjës. Zëri juaj nëpërmjet votës është mjeti që I kujton atyre se ata janë në shërbim të popullit. Nëse nuk votojmë, ne u japim atyre një mesazh të gabuar, që nuk na intereson çfarë bëjnë apo si na ndikojnë vendimet e tyre. Votimi është një mënyrë për të treguar se ne jemi të ndërgjegjshëm dhe të angazhuar për të ardhmen e vendit tonë. Është një mënyrë për të kërkuar llogari nga ata që na përfaqësojnë dhe për të siguruar që ata të veprojnë në interesin tonë. Një thirrje për të gjithë, votoni më 11 maj. Më 11 maj, secili prej nesh ka mundësinë të ndryshojë drejtimin e Shqipërisë. Kjo nuk është vetëm një detyrë, por një privilegj që na është dhënë si qytetar të një vendi demokratik. Votimi është mënyra jonë për të ndikuar në politikën dhe të ardhmen e vendit tonë. Është mënyra jonë për të treguar se ne kujdesemi për shoqërinë tonë dhe për brezat e ardhshëm. Mos e neglizhoni fuqinë e votës suaj. Mos e lini të tjerët të vendosin për ju. Dilni dhe votoni më 11 maj, sepse zëri juaj ka fuqi. Zgjidhni me kujdes, sepse ju do të bashkëqeverisni me ata që zgjedhni për të 4 vitet e ardhshme. Dhe mos harroni, ju zotroni ata, jo ata ju. Votimi juaj është ndërgjegja e tyre dhe fuqia juaj për të ndryshuar të ardhmen. Votoni, sepse zëri juaj ka rëndësi. Votoni, sepse të ardhmen e vendit tonë e ndërtojmë bashkë.